Atmosfera në shtëpinë e Big Brother Kosova ndizet që herët. Banorët ndjejnë tensionin në ajër, Edi shfaqet nervoz, i heshtur, duke ecur para, mbrapa në obor me një cigare të pashuar në dorë. Kamera e ndjek ngadalë, ndërsa produksioni paralajmëron, sonte, Edi do të ketë një komunikim të drejtpërdrejtë me Dolçen në Grande Fratello. Banorët e tjerë e shohin me sy të mëdhenj, të gjithë e dinë se çfarë pritet. Edi është njeriu më i prekur këto ditë, i shgënjur, i hutuar dhe i djegur brenda nga kurioziteti për të kuptuar të vërtetën. Ai ndjen që çdo gjë që ka ditur për marrëdhënien me Dolçen po shembet, ndërkohë në Grande Fratello. Dolce po rri ulur në divanin e madh të kuq. Ajo duket e qetë, por syt I ka të mbushur me tension. E di që përballja nuk do jetë as pak e lehtë. Ajo ka nisur një afrim me dikë tjetër në shtëpi, një lidhje që për shumë persona duket më shumë se lojë, lidhja live hapet. Të dy frontet bashkohen, Arbana I thot Edin të ulet. Ai merr frym thellë dhe ul kokën, ndërsa ekrani I madh ndizet dhe shfaqet Dolce nga Italia. Nata bëhet e heshtur. Nuk dëgjohet as zhurma e frymmarrjeve të banorëve, Edi e ngrit kokën. Syt I ka të skuqur, por të vendosur, Edi, Dolce. Para se të them ndonjë gjë tjetër. Duhet të pyes diçka që më djeg për brenda. Çfarë është kjo lidhja që ke nisur atje? Pse e bëre? A ishte lojë, apo ishte zgjedhje? Dua të di të vërtetën. Dolce e kafshon buzën. Ajo shikon poshtë, pastaj drejt kamerës, e dinte që kjo pyetje do vinte, por jo me këtë goditje emocionale, Dolce, e di. Nuk ishte diçka që e planifikova. Thjesht. Gjërat ndodhen. Ishte shumë presion, shumë situata. Unë u hutova. Nuk jam e sigurt çfarë të them. Edi tund kokën, I mërzitur, Edi, po unë çfarë jam për ty? A jam vetëm një histori e lënë për gjysmë? A ishte gjithçka midis nesh vetëm loje? Sepse tani po duket sikur unë kam qenë budallai që kam pritur këtu, ndërsa ti atje po fillon diçka tjetër. Dolce fillon të dridhet. Kamera e kap profilin e saj, syt.